Këngëtarja Big Mama ka shprehur hapur kritikat e saj ndaj koleges Adelina Ismaili. Pas koncertit recital që kjo e fundit mbajti me rastin e 40 vjetorit të karrierës së saj, ngjarja që duhej të ishte festë dhe nostalgji muzikore, u zhvillua fatkeqësisht në të njëjtën ditë kur u nda nga jeta këngëtari i njohur shqiptar, Shpat Kasapi, duke tronditur gjithë publikun dhe komunitetin artistik. Në lidhje me këtë rast, Big Mama ishte e ftuar në emisionin Debat Plus, i cili të njëjtën ju kushtua tërësisht kujtimit të Kasapit. Aty ajo e kritikoi drejt për drejt Adelinën për faktin që gjatë koncertit të saj nuk u mbajt 1 minutë heshtje në nder të këngëtarit të ndjer. E madhja Invamula diti ta bëj atë 1 minutë heshtje. Kjo Adelina nuk diti ta bëj, tha Big Mama, duke krahasuar reagimin e Adelinës me qëndrimin e artistes së njohur operistike, Invamula, e cila kishte nderuar Kasapi me heshtje respekti. Debati që shkaktoi kjo deklarat ngriti diskutime për etikën artistike dhe ndjeshmërinë ndaj humbjeve brenda komunitetit të muzikës shqiptare, veçanërisht në momente dhimbje kolektive. Ndërkohë, emisioni Debat Plus u përqendrua tërësisht te jeta dhe karriera e Shpat Kasapit, i cili u nda papritur nga jeta në një moshë të re, duke lënë pas një boshllëk të madh për artin dhe publikun që e ka ndjekur për vite me radhë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.